Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi për këtë vetëm Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammed alayhis salam. Të dashur haxhi, edhe pak ditë ju ndajnë nga ardhja nga mbërritja juaj në Mekë. Elus Allahun e madhëruar t'ju pranoj haxhin dhe elus Allahun e madhëruar t'ju lehtësoj haxhin e këtij viti. Të dashur haxhi, është detyrë domosdoshme që të mësoni dispozitat dhe gjykimet dhe normat e haxhit. Askush nuk tolerohet që të neglizhojë në mësimin dhe njohjen e dispozitave të haxhit. Ai i cili nuk njihet me dispozitat dhe gjykimet e haxhit, se si kryet haxhi, se si e ka kryer profeti alayhis salam haxhin, ai me të vërtetë rrezikohet që të dalë me një haxh të papranuar. Prandaj, nëse ti gabon për shkak të padijes, për shkak të neglizhencës në mësimin e dispozitave të haxhit, me të vërtetë përgjegjësia është mbi ty. Prandaj është detyrë domosdoshme që besimtari haxhiu të mësoj dispozitat e haxhit, të mësoj gjykimet që lidhen rreth haxhit. Nuk është e lejuar që haxhiu të neglizhojë mësimin e dispozitave dhe rregullave të haxhit. Prandaj, çdo haxhi e ka detyrë të mësoj se si profeti alayhis salam e ka kryer haxhin, në mënyrë që të dalë me një haxh të pranuar tek Allahu i madhëruar. Elus Allahun e madhëruar të na mësoj gjykimet që lidhen me adhurimet që Allahu i ka bërë detyrë mbi ne. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.